Në këtë edicion do të ndiqni. Ekonomisti Jakub Bellaça vlerëson se inflacioni do të shkatërrojë ekonomitë familjare në Kosovë. Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov edhe këtë vit organizon tubimin e zekatit dhe sadakut. Shoqata e të verbërve Gjakova ka përmbyllur sot panajirin ku janë ekspozuar produkte artizanale të punuara nga gratë e shoqatës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Lufta e cila po ndodh mes disa shteteve në lindjen e mesme, po ndikon edhe në ekonominë e Kosovës. Jakub Bellaça, njohës i çështjeve ekonomike, thotë se lufta ka ndikuar në mënyrë direkte në ekonominë e Kosovës, nga se lindja e mesme është vend që eksporton në shumë vende të botës. Lufta e cila po ndodh mes disa shteteve në lindjen e mesme po ndikon edhe në ekonominë e Kosovës. Inflacioni po ndikon në xhepat e qytetarëve, nga se edhe çmimet e derivateve janë në rritje. Në një prononcim virtual për mediumin ton, Jakub Bellaça, njohës i çështjeve ekonomike, tha se lufta ka ndikuar në mënyrë direkte në ekonominë e Kosovës, nga se lindja e mesme është vend që eksporton në shumë vende të botës. Sa përket luftës së fundit në lindjen e mesme, në aspektin ekonomik ka ndikuar në mënyrë direkte në ekonominë e Kosovës, për arsye se derivatat e naftës dhe benzinës dhe si aset strategjike ka ndikuar që të ngritin çmimet, për shkak se lindja e mesme është vend që eksporton dhe furnizon shumë vende të botës, gjithashtu edhe tek ne furnizon edhe tek ne mënyra të ndryshme përmes kompanive kosovare në vendet e tjera. I pyetur se cili sektori i ekonomisë mund të jetë më i rrezikuari, Bellaça tha se në sektorin e transportit pritet të ketë rritje të çmimeve, nga se edhe çmimi i energjisë elektrike mund të rritet. Gjithashtu sektorin e transportit mund të për shkak se çmimet e larta të energjisë, po mendoj çmimet e larta edhe të energjisë elektrike, po edhe çmimet e larta të derivateve faktikisht edhe realisht ndikon që të rritet kostot. Gjithashtu se edhe duke marrë parasysh se importojmë ne lëndën e parë, pajisjet shumë kemi domethënë importe shumë diku 80% ka të bëjë me transport, edhe rriten edhe shpenzimet të varëse të transportit, gjithashtu edhe duke marrë parasysh elementi tjetër edhe çmimin e lartë të energjisë elektrike, edhe e vështirëson. Gjithashtu duke marrë parasysh se ende nuk kemi rregullator për derivatet që i kontrollon, që caktuan çmimet tavan dhe çmimet dyshemes, gjithashtu edhe një projekt ligj përgatitur në ende nuk e kemi as të miraturë për çmimet tavan dhe çmimet dysheme për produkte elementare bazike. Sipas njohësit të çështjeve ekonomike Bellaça, ekonomia e Kosovës nuk është në kontroll dhe se po abuzohet me çmime. Për këtë fakt duhet të ketë më shumë dalje të inspektorave në terren. Thjesht ekonomia e Kosovës nuk është nën kontroll, edhe do duhet që ekonomia e Kosovës duhet të jetë integruar në platforma të përbashkëta me ekonomitë e rajonit sa i përket politikave të çmimit, të ketë çmimet sipas rajonit, jo të ketë çmimet më të larta se sa të rajonit, se vetë fakti që duke analizuar situatën edhe dhonat më të fundit në Maqedoni është një litër naftës apo e benzinit dikon një herë 15 cent apo 20 cent, ndërsa tek ne është shumë më lartë. Maqedoninë ke vetëm një orë larg Kosovës tonë nga Prishtina. Thjesht këtu ka një ngritje çmimit të pakontrolluar. Mirë, po do duhet këtë rast autoriteti konkurrencës të eliminojë monopolet e brendshme, gjithashtu edhe inspektorati treg duhet të në terren që të ndeshkojë mbas ligjeve dhe rregullore, ligjeve nacionale, direktivët Bashkimit Evropian, të ndeshkojë për shkak të abuzimit të çmimeve, diskriminimit të çmimeve, sepse e përkeqësojnë ekonomitë familjare, gjithashtu edhe ndikon tek biznesi sepse rrit shpenzimet operative. Ndërkaq Bellaça u shpreh se nëse vazhdon të mos ketë stabilitet energjetik, nuk do të ketë as stabilitet ekonomik. Pas stabilitet energjetik nuk ka stabilitet ekonomik. Kjo është alfa omega thjesht energjia, sepse
energjia do duhet që të investohet në aspektin e fatmesme dhe afatgjote, që të ketë stabilitete, jo duke vazhduar prej vitit në vit me këtë raste duke importuar tek ne plasohet, domethënë edhe ne e paguajmë faturën me një çmim ndërkombëtar, sepse në çmim tregut nuk e paguajmë, domethënë me çmim vendor apo të brendshëm apo të prodhuese, andaj është një kosto të lartë e papërballueshme për qytetarët, për ekonomitë familjare, për konsumatorët, për gjithashtu edhe për bizneset, gjithashtu kanë ndikuar edhe dalën treg të lirë, domethënë e biznesi mbi 50 punëtorë dhe me një qarkullim me mbi 10 milionë euro kanë ndikuar negativisht, pra dikon 22 operatorë të cilët janë të licencuar, realisht aty kanë dështuar shumicën e kontratëve sepse nuk ka mujtur që të furnizoj. Tutje Bellaço u shpreh se teksa çmimet rriten çdo ditë dhe e njëjta nuk ndodh edhe me pagat, atëherë kjo do të ndikojë edhe në dobësimin e ekonomive familjare. Në rrugën Pjetër Hasanaj në fshatin Lugbunar për shumë vite qëndron një objekt i braktisur. Banorët kërkojnë nga institucionet që i njëjti të rënohet, pasi është në gjendje as pak të mirë, e mund të shkaktojë rrezik të madh për ndokë. Në rrugën Pjetër Hasanaj në fshatin Lugbunar ndodhet një shtëpi e vjetër dhe e pabanuar, e cila sipas banorëve të zonës po paraqet rrezik serioz për sigurinë e banorëve. Ata shprehen se objekti është i dëmtuar dhe i braktisur prej kohësh, ndërsa kohëve të fundit është vërejtur se brenda tij hyjnë edhe fëmijë për të luajtur. Kjo situatë ka ngritur shqetësim tek komuniteti, pasi ekziston frika ndonjë incidenti të mundshëm për shkak të gjendjes së rënduar të këtij objekti. Përveç rrezikut për sigurinë, banorët thonë se kjo shtëpi e braktisur po ndikon negativisht edhe në pamjen e zonës. Ata u bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërmarrin masa sa më shpejt për rënimin ose sigurimin e objektit, në mënyrë që të parandalohet ndonjë rrezik apo incident i mundshëm për fëmijët dhe banorët. Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov edhe këtë vit organizon tubimin e zekatit dhe sadakut. Detaje rreth këtyre dy kritereve islame na njeh materiali i radhës. Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov edhe këtë vit ka nisur organizimin e tubimit të zekatit dhe sadakatul fitrit, duke ftuar besimtarët që gjatë muajit të Ramazanit të përmbushin një nga obligimet kryesore fetare dhe të ndihmojnë ata që ka nevojë. Nga ky institucion theksojnë se ky aktivitet organizohet çdo vit dhe ka për qëllim solidaritetin dhe përkrahjen e kategorive në nevojë. Kryemami në Këshillin e Bashkësisë Islame në Gjakov, Visar Koshi, ka treguar më shumë rreth rëndësisë së zekatit dhe obligimit që ka çdo besimtar që plotson kushtet për ta dhënë atë. Zekati është, që themi ne, pastrimi i pasurisë. Kjo bëhet një herë në vit. Kryesisht është më mirë të bëhet gjatë muajit bekuar të Ramazanit, sidomos gjatë fundit të muajit bekuar të Ramazanit. Obligueshmëria hyn atëherë kur ne kemi një pasuri e cila konsiderohet do të thotë relativisht e madhe, mbi 12.000 euro prafërsisht, sepse kjo llogaritet në bazë të kalkulimeve të gram të arit, nëse posedojmë do të thotë 85 gram ari, 24 karatosh, kuptohet. Ne kryesisht në Kosovë këtu nuk marrim kësaj lloj ari, mirë po nëse marrim diçka tjetër, për shembull këto që marrin gratë kështu, aty ato kalkulohen me diferencën të cilën e thash më herët, sa i përket do të thotë pasurisë nëse kemi mbi kët gjatë tërë vitit dhe na mbetet ta zon 15.000 euro, 20.000 euro pasuri, atëherë duhet të japim 2.5% të kësaj pasurie. Ai foli edhe për rëndësinë e sadakatul fitrit, që jepet në fund të muajit të Ramazanit dhe ka për qëllim të ndihmojë familjet në nevojë në prag të festës së Fitr Bajramit. Sadakatul fitri është një lloj pastrimi i agjëruesit ose i agjërimit. Kjo sadakatul fitri jepet kryesisht në muajin e bekuar të Ramazanit, sidomos në 10 e fundit apo më mirë themi nga nata e madhe e Kadrit e tutje deri në parafaljes së namazit të Fitr Bajramit. Është një simbolik që tregon
humanizmin, afërsinë me të tjerët, ndihmesën e kështu me radhë. Vlera është 5 euro për person. 5 euro për person llogaritet si një lloj ushqimi simbolik që dikush ushqehet gjatë një vakti, gjatë një ushqimi, por kjo është vetëm kategoria më e vogël, sepse nëse dikush ushqehet më shumë, ka pasuri më shumë, atëherë është kategoria e dytë që ne i themi 10 euro, ndërsa kategoria më e madhe është 15 euro. Tash për shembull 5 anëtar të familjes ka 5 euro, bojnë 25 euro që jipen për Ramazan. Këto të holla shkojnë gjithsesi për të varfrit dhe për mirëmbajtjen e shkollave fetare islame në Kosovë. Mes tjerash, koshi bëri të ditur edhe se ku shkojnë mjetet financiare të mbledhura nga besimtarët dhe cilat janë kategoritë që përfitojnë nga këto fonde. Këto mjete shkojnë në Bashkinë Islame të Kosovës dhe ata e mirëmbajnë do të thotë krejt jetën fetare, po e sidomos për mirëmbajtjen ose për funksionalizimin e shkollimit, arsimimit të kuadrove fetar dhe jo vetëm sepse mirëmbajnë edhe objekte tjera. Por kjo është domethënë qëllimi jonë që nëpërmes aksionit tonë do të thotë bamirësisë sonë të kontribuojmë. Por nuk është vetëm kjo kategori, janë edhe shumë kategori tjera siç është për shembull edhe kategoritë e varfërve, skamnorëve, jetimëve, bonjakëve që i themi ne, po edhe të tjerëve të cilët kanë nevojë për ndihmë, ne jemi të hapur do të thotë gjithmonë edhe t'i ndihmojmë edhe nga kjo pjesë e ndihmës. Nga Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë bëhet thirrje që besimtarët të vazhdojnë traditën e solidaritetit dhe humanizmit, duke kontribuar përmes zakatit dhe sadakatul fitrit, në mënyrë që ndihma të arrijë tek ata që kanë më së shumti nevojë. Shoqata e të verbërve Gjakova ka përmbyllur sot panairin ku janë ekspozuar produkte artizanale të punuara nga vetë gratë e shoqatës. Nga aty u tha se synimi i këtij aktiviteti ishte të tregojnë aftësinë e jashtëzakonshme të grave të verbra në Gjakov. Shoqata e të verbërve Gjakova në nder të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, në hapësirat e Galerisë së Arteve, ka hapur dje panairin artistik Arti që të lë pa fjalë, ku janë prezantuar punimet e ndryshme fundore. Mark Pietraj, kryetari i shoqatës, tha se pos vizitave nga aktorët institucional, janë të kënaqur me interesimin e qytetarëve të cilët kanë vizituar panairin. Shoqata e të verbërve Gjakova ka hapur panairin Arti që të lë pa fjalë të hënën me 9 mars në orën 11. Prezent në hapje ishte kryetari i Shoqatës Verbër të Kosovës Zotëri Dauti Shuku, drejtoresha për kulturën dhe sport Adia Roka, drejtori i inspektoriatit Ervin Shabani, drejtori i shërbimeve publike Jon Bytyçi, si dhe përgjatë ditës panairin e ka vizituar edhe deputetja Sala Jashari, si dhe parokierja Lindita Nikola, e cila edhe kësaj radhe e ka mbështetur financiarisht panairin Arti që të lë pa fjalë. Po ashtu jemi të kënaqur si organizat me interesimin e qytetarëve të cilët kanë qenë prezent. Një falënderim shkon edhe për kryetarin e shoqatës Verbër të Pezë dhe Xhafer Berisha dhe kryetarin e shoqatës Jukendu Dega në Viti, të cilët po ashtu kanë ardhur gjithë dhe na kanë mbështetur për këtë aktivitet. Ky aktivitet është realizuar në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Pietra i shtoi se tashmë ky panair është shndruar në aktivitet tradicional dhe pritet që të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Ka qenë e pritshme, me qenë që ky është viti 5 me radhë që shoqata e organizon panairin e punëdorës, tashmë ky panair është tradicional, ne pretendojmë që me vazhdua dhe viteve të radhës, me qenë që edhe interesimi qytetarëve ka filluar të rritet. Ndërkaq njëra nga anëtarët e shoqatës, Nazmia Koshi Abazaga, tha se duke qenë i 5 vit me radhë i panairit, ka pas interesim dhe shitje të mjaftueshme të produkteve punëdore. Ka pas interesim, jam kon vizitor, kemi pas shitjet deri diku mjaftueshme. Ky panair është i 5 me radhë, i cili mbahet. Mes tjera shu tha se panairi ka dëshmuar se arti dhe krijimtaria e personave të verbër meriton vëmendje, respekt dhe mbështetje të vazhdueshme. Që nga përshkallëzimi i situatës në lindjen e mesme, në vend është shënuar rritje ndjeshme e çmimit të derivateve. Materiali në vazhdim nga një me çmime në disa prej pikave të shitjes në Gjakov. Presidenti Amerikan Donald Trump, gjatë një konference për media të mbajtur gjatë ditës së djeshme, ka deklaruar se pritet të ketë ulje të çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, pas sinjaleve për zbutje të tensioneve në lindjen e mesme.
Deklarata u bë më 9 mars, kur Trump tha se konflikti me Iranin mund të përfundojë shpejt dhe se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë edhe lehtësimin e disa sanksioneve për naftën për të rritur furnizimin në treg. Pas këtyre deklaratave, u pas se çmimet e naftës në bursat ndërkombëtare shënuan rënje, duke reflektuar pritjet për stabilizim të tregut global të energjisë. Pas këtyre informatave, ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në terren për të parë më nga afër nëse ka filluar të aplikohet rënja e çmimeve në pikat e derivateve të Gjakovës. Megjithatë, nga pamjet, shihet që çmimet në pikat e derivateve janë përafërsisht të njëjta me ditët e kaluara, pra ende nuk ka ulje të çmimit. Sipas këtyre të dhënave, 1 litër naftë varion nga 1.49 euro deri në 1.55 euro, ndërkaq për 1 litër benzinë, çmimi varion nga 1.28 euro deri në 1.31 euro. Disa nxënës të klaseve të para të shkollave në Gjakov tashmë janë nënshtruar kontrollave për sy në institucionet ku ata vijojnë mësimin. Sipas doktoreshës Zana Gojani, një numër i madh i fëmijëve të këtyre moshave kanë probleme me shikim. Disa nxënës të klaseve të para në shkollat e Gjakovës tashmë i janë nënshtruar kontrolleve të syve, të cilat po realizon ambientet institucioneve arsimore ku ata vijojnë mësimin. Ky aktivitet po zhvillohet me qëllim të identifikimit të hershëm të problemeve me shikim tek fëmijët, në mënyrë që ato të trajtohen me kohë. Oftalmologia doktoresha Zana Gojani Haxhibeqiri tregoi se si ka nisur ideja për realizimin e këtyre vizitave sistematike për nxënësit e klaseve të para. Fillimisht po nisi me idenë për nga ka gjeneru ideja për vizitat sistematike të klasëve të para, është ide thjesht e doktoreshës Vjollës Akujani, në momentin e paraqitjes të teknologjisë, tableteve, telefoneve dhe përfshirjes konstante të fëmijëve në këto media, si më thonë, e ka pas gjithmonë si fjalë, fëmijët duhet me pas kujdes me pamje, fëmijët duhet me kontrollu. Edhe derisa erdhi koha mas disa viteve, bëm marrëveshje me drejtorinë e arsimit për të bërë një kontroll të syve fëmijëve të klasëve të para, jo vetëm në komunën e Gjakovës, por edhe në të gjitha fshatat në hapësirat rurale, kur prindi nuk e ka qasjen aq të lehtë edhe të përditshme në shërbime oftalmologjike. Ajo bëri të ditur edhe numrin e vizitave që janë realizuar deri më tani, duke shtuar se një numër i konsiderueshëm i fëmijëve të kësaj moshe janë identifikuar me probleme të ndryshme. Vizitat janë zhvilluar deri tani janë vizitu 471 nxënësa, prej të cilëve 224 janë djem, pjesa tjetër janë vajza. Në komunën e Gjakovës dhe në disa fshatra përreth, si fazë e parë e projektit, faza e dytë do të vazhdoj tani. Nga gjetjet që i kemi marrë nga dhëna deri tash, rreth 40% e fëmijëve kanë pamjen në rregull, do të thonë kanë pamjen 100%, ndërsa pjesa tjetër varion nga deri në 90%, 80%, mirë kemi pasur edhe raste ku fëmia nuk ka thjesht pamje ka pas vetëm 1 metër ose 2 metra, jo më shumë. Mes tjerash, doktoresha Gojani shpjegoi edhe procedurat gjatë kontrollit të syve tek fëmijët, duke theksuar rëndësinë e këtyre ekzaminimeve për shëndetin e tyre. Gjatë vizitave sistematike është bërë ekzaminimi i pamjes, mbretësisë së pamjes, do të thonë me tabela kryesisht me shkronjën E, pasi që klasa para lajë nuk ka pas njohuri të forta për numra, të qarta për numrin, për konceptin e numrit. E po ashtu kemi bërë edhe matjen e dioptrisë në secilin klasë, të secili fëmijë. Qëllimi i këtij projekti ka qenë vetëm u pa sa është pamja, që fëmia dhe prindit të njoftohet për gjendjen e pamjes së fëmijës tyre. Nga i moment e tutje, fëmia e ka pas zgjedhjen, prindi ka pas zgjedhjen e lirë, vetëm që të vizitoj syt të cilit do mjek i syve, vetëm që të realizohet vizita e duhur oftalmologjike. Sipas doktoreshës, ky projekt është realizuar në baza vullnetare dhe ka për qëllim që fëmijët që nga mosha e hershme të kenë një shikim të pastër dhe të qartë, duke parandaluar problemet që mund të shfaqen më vonë. Duhet të ceki që ky projekt ka qenë thjesht në baza vullnetare, dhe qëllimi i tij ka qenë që fëmia nga klasa e parë të ketë një start të fortë dhe të sigurt me një pamje të pastër dhe të qartë, që të mos ketë probleme në mësim. Këshilla jonë kishte qenë që secili fëmijë
e cilës do moshë është, të bëjë një vizitë së paktën një herë në vit, një herë në vit tek mjeku specialist oftalmolog, në mënyrë që të vazhdojë dhe të ecë në hapa të sigurt në arsim dhe përgjithsisht në mirëqenien e tij shëndetësore. Mjekët u bëjnë thirrje prindërve që t'i kushtojnë rëndësi kontrollave të rregullta të syve tek fëmijët, pasi diagnostikimi i hershëm i problemeve me shikim ndihmon në trajtim më të suksesshëm dhe në zhvillimin e shëndetshëm të tyre. Edicionin po përmbyllim me disa informacione nga adhjetarja e shquar Hyrje Hana, e cila ishte lindur me 10 mars të vitit 1929, të ndjekim materialin. 10 marsi shënon ditën e lindjes së aktores Hyrje Hana, grua se cila ndau jetën mes teatrit dhe burgut. 97 vjet më parë në Gjakov lindi motra e veprimtarit Gjeladin Hana, e cila shumë shpejt do të bëhej një nga aktorët e para që do të ngjitej në skenë që nga themelimi i teatrit krahinor në Prishtinë, së bashku me Meribane Shalën dhe Katarina Josipin. Hyrje Hana ishte njëra ndër aktorët e para bashkë me Meriban Shalën, Katarina Josipin, kur u themelua teatri atëherë krahinor me 1927 në Prishtinë. Hyrja kishte një përvojë si spikere në Radio Prizren dhe në Radio Prishtinë, kështu që nuk e pati të vështirë audicionin. Aq më tepër se në audicion ishte Abraman Shala, i cili bashkë me familjen kishin qëndruar disa vite në Durrës. Në atë kohë edhe familja Hyrjes, me që ishte përndjekur si familje advetare, shkoi në Durrës dhe babai Hyrjes e regjistron në një shkollë të Durrësit. E përndjekur ndër vitën nga UDB-ja serbe për shkak të bindjeve ideologjike të saj, Hyrje Hana u shua pa patër mundësinë të shkëlqente. Kjo pasi vazhdimisht ishte e përndjekur, thot studiuesja Sabile Keqmezi Basha. Ajo ishte non-stop, nën përcjelljen, nën survejimin e UDB-s. Ate e përcjellshin, nuk i besojshin asaj, nuk ishin sigurt. Kur Hyrje Hana ishte me popullin, me masën, ajo kishte një oratori të jashtëzakonshme që i bënte njerëzit për vete. Dhe njerëzit i besojshin, çaq bindshëm flite, çaq me afsh i thonte sendet, po edhe ashtu ishte, ajo ishte e vërteta. Të gjitha çka thonte Hyrja, ato ishin të vërteta, njerëzit i besojnë të vërtetës. Ndërsa veprimtari Hydajet Hyseni thot se Hyrje Hana ishte një grua që nuk mposhtej. Të krijonte përshtypjen e një gruaje vërtet shumë vuajtur, por një grua qëndrin, heroin, që nuk mposhtej, nuk dorëzohej, që gjente mënyra për ta mbushur edhe vetmin, edhe boshllokun me shpirtin e saj adhjetar, me shpirtin përparimtar, artistik. E doktoresha dhe veprimtarja Teuta Hadri citon se Hyrja ishte një tip burrëror. Edhe ka qenë një tip burrënore, ashtu një grua që merrte fjalë, merrte një vendim. Kreatore dhe orientuese demonstratave të vitit 1968 ishte Hyrje Hana, kështu pohon veprimtari Selatin Novosela. Nëse Ismail Dumoshi ishte ideatori demonstratave të Prishtinës, Podjevës, Gjilan dhe Ferizaj që po për një ditë, mund thuhet kreator dhe orientues i kërkesave për demonstratë të vitit 1968 është pikërisht Hyrje Hana. Advetarja e shquar dhe ishe burgosura politike Hyrje Hana ka vdekur në vitin 2004, duke lënë pas vetës një trashëgimi kulturore dhe advetare. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ekonomisti Jakub Bellaça vlerëson se inflacioni do të shkatërrojë ekonomitë familjare në Kosovë. Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov edhe këtë vit organizon tubimin e zekatit dhe sadakut. Shoqata e të verbërve Gjakova ka përmbyllur sot panairin ku janë ekspozuar produkte artizanale të punuara nga gratë e shoqatës. Këtu marr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.